Faleminderit, zoti kryetar. Përsëri për opinionin publik, edhe për efekt që qëndrojnë letra, sepse demokracia këtë të mirë e ka ndrohen vendet në zyrat e pushtetit dhe jo rrallë, ne që flasim këtu sot dhe mbrojmë një po themi utilitet politik të momentit, duke shkelur kushtetutën parimet haptazi. Nesër do duhet vendosemi përpara përgjegjësisë për ato çka kemi thënë sot në emër të parimeve. Me që jemi tek standardi kushtetues. Standardi kushtetues e thotë kushtetuta s'ka nevojë as ta pyesësh gjykatën kushtetuese, në qoftë se një numër i caktuar deputetësh të opozitës e kërkon, komisioni konsiderohet i miratuar. Prap asgjëson voton e mazhorancës. Nuk mundet me votë mazhoranca të mos ta pranojë komisionin hetimor. Ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme. Po ndodh edhe sot, kemi paraqitur kërkesën sipas ligjit, sipas kushtetutës në byron e kuvendit dhe dy komisione hetimore për çështjet posaçme që kemi kërkuar nuk janë miratuar, thjesht njet, në mënyrë shumë sovjetike. Jo. Pa lidhje me kushtetutën, pa lidhje me rregulloren e kuvendit, pa lidhje me asnjë prej vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe në kundërshtim me çdo praktikë të mirë të këtij kuvendi. Në thënë kjo, mendoj që është e qartë që është dekapituar e drejta ekskluzive e opozitës për të hetuar, për të vendosur funksionin e kontrollit real të parlamentit mbi qeverinë. Këtu është prerë në fyt, nuk ekziston. Thjesht thonë jo, nuk është çështja, nuk po diskutojmë a është objekti kushtetues apo jo, a duhet ta rregullojmë pak objektin apo jo. Jo. Thjesht thonë jo, dhe është mënyrë të përsëritur. Propozimet që vinë gjasme si reflektim të vendimit të gjykatës, vendimit më të fundit të gjykatës kushtetuese për komisionet hetimore, në fakt nuk reflektohen fare, zero. Tentohet të reflektohet sankcionimi i mos hetimit përmes të njëjtës metodë, siç ka ndodhur për rastin Xhaçka. Flet gjykata kushtetuese dhe të gjithë bëjnë sikur nuk e kuptojnë. Dele para kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali dhe thotë se shikoni, gjykata kushtetuese tha njësoj si ne, gjykata kushtetuese do të hiqë mandatin Olta Xhaçkës. Më në fund kushtetuta u zbatua, ka qenë furtunë në gotë ajo që ngriti opozita. Të debilizosh në këtë mënyrë debatin publik, debatin parlamentar dhe kushtetues nuk është në nderin e asnjë personazhi që ka marrë përsipër të mbrojë ca idealet, ca kriteret, ca standarde. Vazhdojmë të ecim në të njëjtën praktikë të Elisa Spiropalit, edhe pse emri është Niko Peleshi sot që drejton kuvendin. Ligji për komisionet hetimore, që po pëson një denatyrim të fundit, makjazh të fundit tani, është denatyruar disa herë gjatë këtyre viteve dhe është denatyruar me votën e njëanshme të mazhorancës të kësaj mazhorance, pavarësisht se deputetët që sot mbrojnë këto nuk kanë qenë këtë parlament. Është po njëta mazhorancë e ka denatyruar në mënyrë të njëanshme, kur nuk ka ndodhur rregullorja e kuvendit dhe ligjet të tilla, siç janë komisionet e posaçme hetimore, kur nuk janë ndryshuar pa konsensus. Kanë qenë shkak shumë i fortë për konflikt, jashtëzakonisht në konflikt fizik në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. I rikthehemi një tradite që e kishim hequr me kohë, konsiderohej e kaluar. Po çfarë bën praktikisht me këto ndryshime? Krijon garanci për shumicën parlamentare, jo për pakicën parlamentare. Siç u thash, pakica garancinë e ka, akoma sot presin dy kërkesa për komisionin hetimore tek Niko Peleshi, thotë jo, nuk e bëj. Pse s'kam qef? Po shikoj se është kushtetuta, po jo, nuk më duket se është ashtu. Kjo është garancia që ka opozita. Tash të thuash që mbasi të jetë mbushur mendja Nikos dhe byros kuvendit, që të respektoj kushtetutën, në fund fare pastaj do futemi këto teknikalitete që të shikojmë nëse objekti i komisionit hetimor që ka kërkuar opozita është kushtetues, nuk është kushtetues, nuk ka lidhje, është një debat që nuk duhet bërë. Jemi shumë larg këtij debati. Kështu që mendoj që prap harxojmë kohën, mendoj të vlefshme, edhe të kolegëve të komisionit dhe të opinionit publik nëse po na ndjek njëri, kur në mënyrë kaq shiqare bëjmë sikur po reflektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese ke komisionet hetimore, kur në fakt është e njëjta mazhorancë që është kapur në flagrancë në mënyrë të vazhdueshme akoma sot është brenda në kurthin e mospranimit të kërkesës për komisionet hetimore dhe thotë pse do të rregullojmë pak ligjin, do ta rregullojmë ne.
Sigurisht pas një bashkëpunim me opozitën në një kohë kur vendimi i gjykatës kushtetuese dhe praktika shumë e mirë e parlamentit na detyron të ulemi dhe të gjejmë konsensus si për ndryshimin e rregullave, ashtu dhe për mbarvajtjen e komisionit hetimor. Deri këtu s'kishim mbritur ndonjëherë ke mbarvajtja, gjithmonë komisionet hetimore, pavarësisht se kush ka qenë pushtet dhe kush ka qenë opozitë, kanë dalë me 2 raporte. Sot gjykata kushtetuese na detyron që të ulemi dhe të bëjmë një raport të përbashkët sa më konsensual me kudion se çfarë. Unë jam krejtësisht skeptik dhe mendoj se është e paralizueshme, edhe nëse ne do vendosim ligj, se në fundit ne ndahemi tek raporti që kemi me të vërtetën. Ka një opozitë që kërkon të dalë e vërteta dhe ka një mazhorancë ndryshe nga ç'thot kushtetuta rregullore e kuvendit, praktika e mirë e këtij kuvendi kërkon të mos dalë e vërteta, kërkon të mos hetohet, kërkon të denatyrojë dhe e ka bërë në mënyrë të vazhdueshme rregullat të cilat do të na çonin tek e vërteta. Kështu që nga kjo pikpamje vota jon sigurisht do të jetë kundër, për arsyet që thash më lart. Ju uroj punë të mbar me këtë ligjin e ri, që do të jetë paqe mbrapsht sa puna vjetër. Faleminderit.